Unë e du shumë Skënderaj, po nuk i du ata që dojnë me sundu me Skënderaj. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti sot ka qenë në Skënderaj për të takuar qytetarët bashkë me kandidatin e vetëvendosjes për kryetar të komunës, Hysni Mehanin. Në lidhje me këtë takim, Kurti përmes një postimi në Facebook ka shfrytëzuar rastin që ta sulmojë me akuza të forta kandidatin për kryetar nga radhët e PDK-s, Sami Lushtakun. Ai atë e ka quajtur multimilioner, ish komandant që sipas Kurtit kënaqet kur i friksohen njerëzit. Në Skënderaj pushteti aktual nuk ka as program dhe as ide. Pabarazit në Skënderaj me multimilionerin ish komandant, i cili kënaqet kur i frikësohen njerëzit, janë devijim nga sakrifica e madhe e dëshmorëve, martirëve dhe të gjithë kontribuesve për çlirim të Kosovës, liri të popullit dhe shtetin e pavarur. Funksionet publike janë për shërbime për kushtim e jo për pasuri me sundim, ka shkruar Kurti në Facebook. Ai është mundësia e juaj dhe garancia jon që nevojat e kërkesat e qytetarëve plotësohen kurse vizioni dhe projektet për Skënderajin jetësohen me Hysni Mehanin, shërbej me pasion, dije dhe punë. Skënderaj me të në krye, pas 12 tetorit me pendën e Kuçicës, gjen zgjidhje për problemin me ujë të pijes. Ndërtojmë qerdhe të reja për fëmijët, do të realizojmë ngrohtoren e qytetit, trafikun publik, pishinën gjysmë olimpike, parqet me lodra për fëmijë, parkun teknologjik inovativ, shteg për ecje dhe vrapim, si dhe do të zvogëlojmë numrin e drejtorive komunale me qëllim orientimin e buxhetit për më shumë investime kapitale, ka thënë Kurti. Rival i Hysni Mehanit është një kandidat ma shumë se multimilioner, i cili garon për të sunduar, jo për të shërbyer. Unë muj me bashkëpunu me ata që dojnë me shërbyer, jo me ata që dojnë me sundu. Unë e du shumë Skënderaj. Unë e du shumë Skënderaj, po nuk i du ata që dojnë me sundu me Skënderaj. E tash, këta janë shumë në haltë madhë. Beli janë të u friksu shumë, pra ndaj edhe po dëshirojnë të i friksojnë të tjera. Kur mos e harën, ata që këshyrin me i tu tjerë, janë të utut vetë. Dhe ne e kemi një dalim të madhë në vlera me ta. Ne dëshirojmë të shërbejmë me përkushtim, me dashni, me pasion, me dije, me punë. Ata dojnë mjëtut të tjërët. I kapë një farë lëmëtërije kër e shohin që pjëtutën të kush. Prandaj nuk mbahet qeverisja demokratike në Republikën e Kosovës me njerëz të cilët kanë qenë mjëtut të kush. Por Hysni Mehani nuk jutut. Prandaj ata përshtytën friga cakat, ose me e thonë edhe ma mirë në gjuhë popullore tucat. Tucat e kanë lakmi tutën e tjetrit. Lakmia e tucave është një tut atyre dikush. A kuptoni? Prandaj kjo garë është ma shumë se garë lokale e komunale. E Hysni Mehani në një mirë. është aktivistit dhe votëshëm, është studiues, është mendimtar, njeri që lexon, njeri që afron, njeri që bashkon, nuk ndalën, nuk përçon, dhe është edhe modest, edhe treg.